Një humbje e thellë, por ashtu si të shkojnë ndeshja sa të mërzitur jeni, duke qenë se ishte një lojtar më shumë. Sigurisht është një humbje e madhe, besoj është një humbje që nuk tregon realitetin, por ja që Elbasani me plot merit arriti ta fitonte dhe duhet t'i themi bravo. Çfarë ka bëj Partizani pjesën e dytë? Pjesën e dytë. Gabon pjesën e parë me të drejtën, nëse do kishim shënuar pjesën e parë nuk do vinte kjo rezultat. Pjesën e dytë, mas asaj penalltia, një moment që ishim në linjë 10 veta, ndodhi një penallti, një shpërqendrim. U prit penalltia, u gjuajt përsëri dhe ndoshta kjo solli një shpërqendrim të djemt. U munduam të tentonim të hynim, të ndërtonim tjetër gjë nga stoli. Përsëri një shtyll minuta 90, mund të shkonim 1-1, por ja që pastaj mas minutës 90 ne tentuam çdo gjë për çdo gjë. Sigurisht Elbasani duke qenë se ka një tranzicion pozitiv jashtëzakonisht shumë të mirë, na arritet na godiste. Mendoni që Partizani do të rikthehet shpejt tek fitoret pas kësaj? Besoj se po, çunat ata janë, sakrificat ata janë, ne kemi sakrifikuar kur kemi qenë pak më poshtë, që tani që jemi në luftë për objektiv madhor siç është Europa. Besoj se do arrijmë ta kapim, kemi mundësitë tona, ndeshjet në shtëpi s'duhet i falim, kështu që do vazhdojmë luftën.